Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun e madhuar që takimet tona t'i bën të bekuara, të dobishme, të frishme në këtë dunja dhe shpërblyera ditën e takimit me te. Pas falënderimit ndaj Allahut të madhnuar, falenderoj të gjitha që u përkujdesën për këtë takim sonte, për këtë takim të mrekullueshëm, kaq masiv, kaq domethënës, kaq mikpritës, për cilin takimin e Allahut të madhnuar ta gjeni secili për juve ditën e takimit me Zotin si shpërblim dhe ngritjen e xhenetit të tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, pse agjeroj? Fillimisht pyetja pse është shumë e rëndësishme. Nga se në jetën e sotshme kjo pyetje bëhet shumë rrallë. Madje njeriu në mungesë të përgjigjes të shumë pyetjeve që fillojnë me pse, e ka injoruar edhe pyetjen pse. Pse jetojmë, pse ekzistojmë, pse hajmë, pse pijmë, pse lëvizim e kështu me radhë, janë pyetje që e ngulfatin, e provokojnë vazhdimsi qenien njerëzore, mi po njeriu në pamundësi me i dhënë përgjigje apo në jo gatishmëri që të pranon përgjigjen, ka preferuar injorimin dhe ka përzgjedhur përgjigje periferike, por duke ikur nga esenca dhe baza e përgjigjes. Allahu i madhuar na ballafaqon me përgjigje të vazhdueshme, jo për të na dëmtuar, jo për të na shqetësuar, por për të na mbajtur aktiv, të gjallë dhe gjithmonë të fokusuar në realitet. Islami asnjëherë nuk don nga ne që të jetojmë në iluzione, që të jetojmë në ëndra të imagjinuara, në fantazi e kështu me radhë, por gjithmonë na kthen në realitet. Nganjëherë ky kthim mund të jetë i dhimbshëm, mund të jetë i kushtueshëm, por megjithatë i avlen, nga se një jetë me realitet, edhe pse mund të jetë nganjëherë e vështirë dhe jo bashkë në përputhje me çefet tona, është më e mirë se një jetë e mbushur me gënjeshtra, mashtrime, jashtë realitetit, e realitet kena me kuptu padyshim nesër ditën e gjykimit. Andaj për çdo gjë ne pyesim pse, dhe për çdo pse ka përgjigje. I përmbush kjo kurreshtja tona apo nuk i përmbush është çështje tjetër. Mirë po Zoti na ka mësuar që si besimtar gjithmonë çdo veprim, çdo lëvizje ta bëjmë të motivuar nga një qëllim fisnik. Prandaj pejgamberi më ka thonë innamal a'malu binniyat, veprat shpërblehen sipas qëllimit. Domthonë, pse e bën këtë vepër, e kam këtë qëllim. Pse e bën këtë për shkak të kësaj. Andaj jeta jon ka një përgjigje. Ardha jon ka një përgjigje. Lëvizja jon ka një përgjigje. Gjumi jon ka një përgjigje. Madje jeta bashkëtorë ka përgjigje. Fëmiu ka përgjigje. Gjithçka ka përgjigje. Edhe adhurimet kanë përgjigje. Dhe sa më mirë e kuptojmë përgjigjen, aq më fuqishëm e orientojmë tërë kapacitetin ton të adhurimit drejt realizimit të qëllimit të caktuar. Andaj Islami synon që gjithmonë besimtari me ngushtu distancën mes formalitetit dhe realitetit. Njerëzit kanë njerë preferojnë formalitetin e ikin nga realiteti. Formaliteti është pjesë e adhurimit, nuk mund ta mohojmë, por nuk është i tëri. Forma e namazit është e domosdoshme. Agjerimi ka formën e vet, që më kupton braktisjen e gjërave të caktuara. Mirë po, realiteti i agjerimit a përfundon tek braktisja e ushqimit dhe pjesë, nuk përfundon. Realiteti i agjerimit është përtej këtij formaliteti. Andaj, formaliteti është piknisja, ndërsa realiteti është synimi jon. E si ta kuptojmë këtë realitet, pikërisht përmes pyetjes pse agjeroj. Unë me vëmendje dëgjova përgjigjet që ishin të prezantuara në videon e mëhershme, padyshim se janë të duhura, janë brenda kornizave të asaj që e jep Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam, pse janë shumë të përgjithshme, nëse kënaqësia e Allahut është e përgjithshme, pse janë besimtarë është e përgjithshme, edhe janë të mira, mirë po, sa më tepër arrim me e detajzu përgjigjen, aq më konkret do të jemi dhe aq më tepër përfitojmë nga adhurimi i caktuar. Të nderuar koneshëm vëllezër dhe motra. Përgjigja në pse agjerojmë mund të jetë edhe e gjatë edhe e shkurtër. Mund të jetë edhe, do më thonë, përmes shumë pikave, mund të jetë përmes një pike, e kështu me radhë.
Më rëndësia është që ne të kuptojmë se çdo adhurim në Islam ka objektivat e veta që synon të realizohet. Asnjë adhurim Allah nuk e ka kërkuar vetëm nga perspektiva e dominimit të tij mbi neve. Jam Zoti, të më nështroni, pavarësisht kuptuat apo nuk kuptuat. Islami nuk pranon një lloj komunikimi të këtillë me Zotit edhe krijesave, edhe pse Allah i takon një komunikim i tillë. Allahu xhalla xhala në shumë raste, edhe pse nuk ka nevojë, edhe pse nuk duhet, por nga dashuria për neve, nga kujdesi për neve, arsyeton shpeshherë obligime që i kërkon nga ne. Allahu arsyeton besimin që i kërkon nga ne, me 10 argumente pse duhet besuar. Allahu te bareke ve teala arsyeton dërgimin e pejgamberit, pse e ka dërguar. Arsyeton shumë obligime për të na mësuar që ta ndërtojmë jetën mbi bazën e arsyeshmërisë, e jo rastësisë, e jo përgjigjes ndaj kënaqësive të përkohshme të caktuara. Besimtari është i arsyeshëm dhe veprimet i ka të arsyeshme. Andaj gjithçka bëren nga shpallja e cila ndërthurret me arsyen dhe jep produkti final të veprimit të caktuar në jetën e besimtarit. Epshi i besimtarit është i menaxhuar nga arsyeja e tij e asnjëherë i dominuar apo dominant duhet të mbi arsyen apo mbi besimin. Në përgjigjen pse agjëri mund të jap disa përgjigje. E para, të nderuar pranishëm. Çështja më e madhore në jetën tonë që e kemi, çështja më e rëndësishme është besimi në Allahun e mënduar. Madje kjo është forma e vetme që përmes saj e realizojmë të qenërit njerëz. E meritojmë e përsinë që Allahu na dha, e arsyetojmë shfrytëzimin e begative në këtë dunjë dhe garantojmë për veten tonë shpëtimin ditën e gjykimit. Besimi në Allahun arsyeton dhe jap kuptimin e shfrytëzimit gjitha begative të tjera. Pa besim asnjë begati nuk ka kuptim. Pa besim jeta nuk ka kuptim, nuk ka përmbajtje. Është zbrazës, është boshe dhe pa kuptim. Andaj ky besim për të pas këtë rol në jetën tonë duhet të jetë funksional. Duhet të ketë padyshim aktivitet në përputhje me funksionet që Allahu ja dha këtij besimi. Ne duhet gjithmonë të interesojmë për funksionet e besimit. Sikur që telefoni ka funksionet e veta, ky mikrofon ka funksionet e veta dhe realisht performanca e këtij mikrofoni matet mbi bazën e funksionalitetit të tij. Sa është funksional? Nëse nuk është funksional, kot është i bukur, kot është i shtrejt, kot është në vendin e dur, nëse nuk është funksional. Funksioni i mikrofonit është zmadhimi i zërit. Nëse këtë nuk e bën, atëherë nuk ka kuptim prezenca e tij këtu para meje. Gjithashtu gjithçka që është para nesh e ka funksionin e vet. Edhe besimi padyshim i ka funksionet e veta. Dhe për këtë duhet shumë të interesojmë dhe të lexojmë, e dëgjojmë, edhe të marrim pjesë në ligjërata kudo qoftë që flitet për funksionet e besimit. Si ta bëjmë një besim funksional, aktiv, e jo një besim i cili nuk te kalon dimensionin e deklarimit. Do të deklarojmë se Zoti është, Allah është Zoti jon, deklarojmë se Muhamedi është i dërguari jon, deklarojmë se Islami është jon dhe komplet, do më thonë, përkushtimi ndaj fesë nuk te kalon pragun e deklarimit. Deklarimi është padyshim hapi i parë, është pragu më i rëndësishëm, por pa mjaftueshëm që të jetë funksional. Deklarimi është në hyrje, ndërsa pastaj janë etapat e tjera, janë procese tjera që e bën këtë besim funksional. Në kuadër të kësaj, përputhje me këtë që përmenda, ne agjerojmë për ta bërë besimin funksional. Besimi nuk është funksional me deklarata, por është funksional me namazin, është funksional me agjerimin, është funksional me sjelljen tonë, me moralin tonë, me edukatën tonë. Kështu është besimi funksional. Kështu është besimi funksional. Prandaj Allahu te bareke ve teala kudo që në Kur'an ka folur për besimin, zakonisht pas tij ose në emër të tij ka përmendur vepra të caktuara, ka përmendur obligime të caktuara, ka përmendur probleme të caktuara që e pritshëm është të kalojnë mbi bazën e besimit. Besimi mundson që ti kuptojmë sprovat më ndryshe edhe ti kalojmë. Çfarë kuptimi ka besimi i cili nuk na gjiden te lashet tona, nuk na ndjen sprovat tona? Çfarë kuptimi ka besimi në Zotin kur ai na thret e ne nuk i përgjigjem? S'ka kuptim. Prandaj besimi jon merr kuptim dhe është funksional pikërisht sa ne i përgjigjemi thirrjeve të Allahut mënduar. Prandaj ne agjerojmë për ta dëshmuar funksionalitetin e besimit ton, për ta dëshmuar aktivitetin dhe prezencën e besimit ton në zemër. Zemra është ajo që ka besimin, mirë po dëshmia e këtij besimi dhe funksionaliteti i këtij besimi është padyshim i shprehur në jetën e përditshme.
sikur që kemi të njohur se besimi është fjalë dhe është vepër. Pejgamberi alayhi salatu wasallam shpesh herë besimin e ka përmendur në kuadër të shumë veprave praktike. Dhe kur është pyetur se cili është besimi më i mirë, ka përmendur gjëra që nuk kanë të bëjnë me besimin, por që kanë të bëjnë me funksionimin e këtij besimi në jetën e përditshme. Prandaj ne agjerojmë për shkak se kemi besim funksional, kemi besim aktiv, kemi besim të gjallë, ndërsa mungesa e gjallërisë së besimit realisht pastaj shpërfaqet edhe në mungesën e përgjigjes ndaj asaj që Allah na ka thirrë. Kështu që funksionaliteti i besimit matet me përgjigjen që ti i ja bën thirrjeve të Allahut azza wa jall. Sa herë që Allah të ka thirrë në emër të besimit, tregon se sa herë të përgjigjesh, besimi është funksional. Edhe në agjerimin tonë, në emër të shkafit na ka thirrë Allah i madhnuar. Allah na ka thirrë në emër të besimit. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, që keni besuar, u është bërë obligim agjerim. Dietarët kanë përmendur te kjo thirrje dobi të shumta. Dua t'i përmend dy nga ato. E para të nderuar është se në raport me Zotin ton, ne kemi shumë emra që i meritojmë. Dhe me çfarë do emri që do ta thirrte Allahu xhalla xhalla do të ishte emër që nuk do duhet na shqetësonte, por është emër që e meritojmë. Për shembull, nëse Allahu do të na thirrte për t'ju përgjigjë Allahu xhalla xhalla, për shembull, o të mirë, o të dobët, o të varfër, o mëkatar, çdo emër ana përshtatet në raport me Allahun, po. Ky emër mund të jetë ofendues kur na e thrasim njëri tjetrin kështu, nuk bën ta thrasim kështu njëri tjetrin, nga se duhet të përzgjedhim thirrjet e duhura karshi njëri tjetrit. Por Allahu më na thirr, për shembull, o të shkret, o të gjorr, a lëndohesh? Jo. Nga se i tillë në raport me Zotin, o i varfër me thirr, o ti që nuk din asgjë, që nuk je në dorën tënde asgjë, kështu Allahu më thirr. A do të ishte thirrje që të përket? Padyshim se po. Po. Mirë pa Allah, gjitha këto thirrje që i meritojmë, edhe do të ishin të duhura, nuk i ka përdor. E ka përdor thirrjen më të ndershme të mundshme. E ka përdor thirrjen e besimit, o ju që keni besuar. Nga se në këtë nivel do në Allah me na pa. Në këtë nivel do në Allah me na gjetë, në nivel në besimit. Pra një kur Allah të thret në emër të besimit, të thret për shkak se e pritshme është se në emër të çka e thirr më u përgjigj. Në emër të çka e thirr më u përgjigj. Po thuaj se çdo thirrje tjetër ti e meriton, por jo mjaftueshme të motivon më u përgjigj. Jo mjaftueshëm të motivon më u përgjigj. Dhe kur Allah na thot në emër të besimit, na thot se kjo thirrje me këtë emër realisht është motivi i mjaftueshëm për të përgjigj. A dhe nëse nuk përgjigjeni, se keni kuptuar nderin që u adhash, të jeni besimtar. Ne përgjigjemi, agjerojmë për të treguar funksionalitetin e besimit dhe pranimin e nderimit nga Allahu xhallahu që na ka bërë besimtar. Dhe gjithashtu të nderuar nga kuptimet e thirrjes që jemi në pikën e parë të besimi, agjerojmë për shkak që të jetë besimi në funksional, është se kur dikush thirret në emër të një cilësie e cila e dëshmon meritën për atë emër, sa ma shumë ai njeri është i përkushtuar në cilësisë e fuqizon meritën për atë emër. Çka ne kupton kjo? Nëse themi për shembull, o student i zellshëm, o student që lexon shumë. Ky student tash sa më tepër është i zellshëm, sa më tepër lexon, a më shumë e meriton emrin student apo e humb emrin student? Ju e meriton? Nga se studenti është lidhur me zellshmëri. Dhe sa më tepër ti tregosh i zellshëm, e meriton më shumë tjerë student. Domthonë, nga të quajtur student formalisht, tash quhesh student realisht. Edhe besimi është ashtu. Allahu te barekuhu ne ka thënë, o ju që keni besuar, agjeroni. Domethënë, kur agjerojmë, ne e thellojmë më tepër emërtimin ton besimtar. Ne e bëjmë edhe më meritor vetëm për qenë besimtar. Nga se e pritshme është nga besimtarët të përgjigjen. Për këtë arsye ne agjerojmë. Pse agjerojmë? Agjerojmë gjithashtu për ta fuqizuar përkatësinë e të qenit robi Allahu xhalla xhelali.
Allahu xhalla xhelaluhu të nderuar na ka krijuar të gjithëve. Dhe gjithë jemi robë të Allahut te barekuhu teala. Mirë, po disa janë robë të Allahut detyrueshëm, e disa janë robë të Allahut vullnetshëm. Për shembull, ai njeri që krijohet në barkun e nënës, zhvillohet, del, merr frymë dhe i përshtatet rrethana të jetës, a është robi i Allahut? Po, nga sa Allah ka detyruar që ti përshtatet rregullave të caktuara. Allahu e ka detyruar njeriu që të merr frymë, e ka detyruar që të ecë në këmbë, e ka detyruar për shumë gjëra, madje e ka gjunjëzuar me vdekje. Dhe njerëzit në raport me këto rregulla dhe ligje kosmologjike natyrore, të gjithë janë robë të Allahut te barekuhu teala. Mirë po, të jesh rob i Allahut xhalla xhelaluhu detyrueshëm nuk të bën lehtë. Nuk të bën lehtë. Nga se edhe krijesat e tjera janë robë të Allahut me këtë nivel. Me këtë nivel. Allahu i ka detyruar edhe kafshët që të jenë robë të tij, bimët, diellin, hanën, gjithë i ka detyruar që të jenë robë të tij. Mirë po, a kanë vlerë se janë robë të Allahut te barekuhu teala? Nuk kanë vlerë. Nuk shpërblehen për këtë robni. Nga është e detyrueshme. Ndërsa, për te këti nivelit të qenit rob i detyrueshëm, është të jesh rob i Allahut vullnetshëm, si pasojë e bindjes, si pasojë e arsyes, argumenteve, dhe si pasojë e përgjigjes në kërkesat e natyrshme që i kanë raport me besimin. Dhe kur ti natyrshëm bësh rob i Allahut, xhalla xhelalu, robnesh e Allahut, e nëshuar Allahut te barekuhu teala, ti e dëshmon përkatësinë që e kinë raport me Allahun te barekuhu teala. Qëse çka lidh me Zotin xhalla xhelalu? Cili është raporti që na lidh me Zotin te barekuhu teala? Për shembull, në një familje, çka i lidh ata me këqen bashkë? Lidhja e gjakut, lidhja familjare. Një çift, çka lidh me kon bashkë, një burrë, një grua? Lidhja bashkëtorë. Ka një lidhje që i mon bashkë. Njerëz në punë, njerëz me një vend e kështu me radhë. Cila është lidhja që na mon me Allahun? Me çfarë baze? A jemi na për shembull konkurrent të Zotit? A jemi për shembull ortak? A jemi përkras? A jemi ndihmëtar? A jemi zaventësues? Çka jemi në atë Allahu xhalla xhelalu? Asnjë, nuk mund të jemi. Se Allah nuk i duhet as zaventësi, nuk i duhet as përkrasi, as ndihmëtari. E atëre, me çfarë bazë na përcaktojmë pozicionin të raport me Allahun te barekuhu teala? Vetëm i bazën e qenit të rob vullnetshëm që ti bindemi Allahut në atë që na ka thirrë. Dhe kjo përkatësi nderi që realisht na mundson të pozicionohemi si duhet në raport me Allahun, nga se kjo është pozicioni vetëm që na përshtatet, jetësohet përmes zbatimit të urdhnave. Andaj unë agjeroj për ta mirëmbajtur pozicionin e natyrshëm në raport me Zotin dhe për ta fuqizuar përkatësinë time e të qenë rob i Allahut xhallahu ala, vullnetshëm e jo dhunshëm, e jo detyrueshëm. Kjo është arritje shumë e madhe. E që kjo përkatësi nuk mund të jetësohet, nuk mund të mirëmbahet, nuk mund të dëshmohet, as se ndryshe përveç se përmes besimit dhe nështrimit të Allahut mënduar. Andaj ti agjeron për ta fuqizuar përkatësinë. Po, unë jam rob i Allahut, agjeroj. Po, unë jam rob i Allahut, falem. Po, unë jam rob i Allahut, mbulohem. Po, unë jam rob i Allahut, larguna nga kjo keqe. Po, jam rob i Allahut, e bëj këtë. Nga se jam rob i Allahut. Për këtë arsye bëj këtë. Dhe çdo urdhën, çdo ndalesë që e bëj ose largohem për hir të këtij besimi, e fuqizon përkatësinë. Edhe kjo është e përditshme të ndodh. Apo. Jetë e përditshme. Ka familje që formalisht kanë lidhje familjare. Formalisht. Për shembull, mund të kesh vëlla, fatkeqësisht sot si është bot dunjaja, mirë po raporti të zbehura. S'ka bashkëpunim, s'ka komunikim, mund të kesh motër, po s'ka bashkëpunim, s'ka muhabet. Ndoshta një largët është më i afër se ky afër me që e ke në shtëpinë tënde. Ndoshta fëmijët nuk i kanë të afër prindët e tyre sa i kanë ndoshta afër shokët e shoqët e tyre. Dhe kjo është padyshim skandaloze. Dhe kjo lidhje me syrin është formale, po në letra shkruan e bija e filanit, kjo është formalitet. Mirë po, kjo përkatësi familjare, sa është e fuqizuar, nuk varet nga lidhja e gjakut, po varet nga çka? Nga bashkëpunimi, nga dashuria, nga respekti, kështu me radhë. Domethënë, sa më tepër një fëmijë, një djalë, një vajzë respekton prindin, e fuqizon përkatësinë e të qenë
biri i filonit apo e dobëson? E fuqizon, normal është, e fuqizon. Sa ma tepër një fëmijë nuk e respekton prindin, e dobëson për katësi. Sa që nga njerë kontestuat edhe jona formale, fatkeqësisht. Edhe me Zotin që ashtu. Sa ma tepër i bindemi, sa ma tepër i nështrojemi, e fuqizojmë për katësin e qenërit, ajo është Zoti ne i miru. Dhe kjo është pozicioni më i këndshëm, më i miri mundshëm. Që kjo është pozicion që të bën kënar, nga se të ndëruar për nëshëm vëllezër dhe motra. Në momentin kur lëvizim nga pozicioni i të qenë robi Allahut, do t'jemi robi dikujt. Pa tjetër t'jemi robi dikujt. Sikur që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, robi dinarit, e robi dirhemit, e robi i arit, e robi argjendit, robi teshës, robi pamjes, robi dukjes, robi pëlqimeve, robi përshtypjeve të njerëzve. Sot janë bërë njerëzit rob të shumë Zotit në fatkeqësisht. I ka robnuar për shembull përshtypja e njerëzve. Gjithçka bën që të lënë përshtypjen në dukjen e vet. Gjithçka bën që të jenë përshtypjen në, për shembull, të folën e tij kështu më radh. Rob, apo dhe disponimi i tij dhe lumturia e tij varet nga përshtypja që vjen nga publiku. Robi i tyre është ky. E kështu më radh. Ndërsa kur lëvizën nga pozicioni i të qenë robi Allahut, edhe nënçmosh, edhe përbuzësh, edhe poshtmosh. Pozicioni vetëm që garanton lumturi, kënaqësi, kur nuk zgënjesh dhe gjithmonë mbetesh krenar dhe nëpërsi është, ti je robi Allahut xhalla xhalu. Është kanari me kom robi i Zotit te barekuta. Robi Allahut i gjithfuqishmit, i gjithmëshirshmit. Andaj para sa bukur është kur shef për shembull çka Allah ka kriju thush me ka i thush Zoti jam. Zoti jam këtë ka bërë. Ose për shembull si ka kriju Allahu xhalla ora foshtin sa bukur, apo çka do qoftë nga veprat e Allahu xhalla ora, ndihesh kënaq, thush Zoti jam e ka bërë. Nga se ndim përkatësimet e ki lidhje me Allahun xhalla ora, është i joti dhe ti i ti. Po ju në rafshën e domosdoshëm, të dhunshëm apo detyrueshëm më but, por mbi bazën e qenë vullnetshëm robi Allahut të zgjon. Andaj agjerojmë vullnetshëm Allahut e nështrojmë për ta fuqizuar përkatësinë e lidhjes me Allahun xhallahu ala. Ai është Zoti e ne jemi rob të Allahut te bareke ve teala. Sikur se Allahu thot në Kur'an, ja yuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju vazhdimisht mbeteni të varfër në raport me Allahun xhallahu ala. Sado që të marrësh dituri në raport me Allahun një ignorant. Sado që të jesh i fuqishëm në raport me Allahun një i dobët. Sado që të jesh i pasur në raport me Allahun një i varfër. Prandaj në raport me Allahun jena një hiç, pos atë që Allah e nderon e ngrit. E kjo mund si bëhet duke qenë robi Allahut vullnetshëm me nënshtrim të këndshëm dhe të pranueshëm nga ana jote. Prandaj agjeroj për ta fuqizuar këtë përkatësi dhe për ta thelluar këtë përkatësi të qenë robi Allahut te bareke ve teala. Pse agjeroj? Agjerimi është një kërkesë që edhe e kuptojmë edhe se kuptojmë. Për shembull, si kur të kishim me shpërnda në salë nga një fletë se sëllit, e të themi, ne jam një propozime për një adhurim që quhet agjerim. A do të ishte i formës që ja kemi sot? Sigurisht që jatë. Dikur do të thotë pa agjerim gjysmë ditës, dikur sot nuk po hajna mesh, ama ujë po pim, do të kishte formate ndryshme. Dhe se kishte me arsyetu formën e tij të agjerimit me arsye të caktuara që ai mendon se janë të logjikshme. Allah ka kërkuar që të braktisim ushqimin nga e tjera që duhet braktisur, nga lindja e agimit deri në prindjen e diellit. Për shembull, pse mos më qenë nga lindja e diellit, po nga lindja e agimit? Çfarë logjike ka ato? Nuk e di valla. Nuk e di. Pse nuk është deri në atësi po ti në akşam? Nuk e di valla. Nuk e di. Që nuk e di. Askush nuk e di pse. Me çat bindemi. Dhe nështrojmë, edhe dim se kjo është më e mira mundshme. Pse? Për shkak se në kuadër të besimit tonë në raport me Allahun është, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Në kuadër të besimit tim në raport me Allahun është, Allahu e din e ju nuk dini. Ai është i gjithdijshmi. Dhe në momentin kur unë Allahut i nështrohem në braktisën e gjërave dhe më elementare të jetës time, ndoshta ju duke kuptuar deri në fund pse, po mjafton që ai ka thonë, unë nështrohem, unë e dëshmoj po deklarimin tim dhe bindjen time se Allahu dinë unë nuk di atë. Nëse kishte me qenë është imi kurzuar, jo
pam tregu Allahu me raport. Pse nga agimi dena kësham, pse s'bën njërë ma heret, nuk agjeroj, nuk kësham agjeru. Po nga Allahu nuk lypi raport. Nga se unë e pranoj që unë nuk di a i din. Për këtë fakt unë nështrohem, edhe kur s'kuptoj, edhe kur s'di, edhe kur nuk kam spjegim, s'prish pun, a ka thonë Zotë Xhallahu Ala, unë nështrohem. Dhe kjo është realisht arsyeshmëria e besimit në Allahun Xhallahu Ala, për këtë është Zot, sikur ai të kishte nevojë, t'japte arsye robëve ti për gjithçka. Pse të kom sprovu, pse ta kom dhënë kët, pse sa kom dhënë kët, e kupton, kam pas këtë për qëllim. S'kishte më qenë Zot. Ai ka dhënë arsyetime sa qetësojnë zemrën, por jo sa qetësojnë logjikën. Logjika është e pafundme, gjithmonë kërkon sqarime dhe sqarime. Andaj të nderuar praneshëm, ti ke pranuar se Allahu din, e ai nuk din. Dhe në momentin kur braktis ushqimin dhe pijen, e tjera çka duhet braktisur, nga një pikë në një pikë, brenda një muaji, nga një kohë në një kohë, bën obligime të caktuara, ti praktikisht dëshmon, ai e din. Nuk e di unë. Ai e din, Allahu e din. Unë nuk e di. Dhe këtë praktikë, dhe këtë edukat, dhe këtë vedije të nderuar, duhet të ashtim me të rjetën tonë. Allahu e din, ne nuk e dim. Prandaj të nderuar praneshëm, Allahu kur i ka lavduar besimtarët në Kur'an, në fund të surës Bekara, e ka përmend besimin në çka ata besojnë dhe si ata besojnë, dhe në fund çfarë ka thënë? Për këta besimtarët, në raport me besimin që ata e kanë, u qalu sami'na wa ata'na. Ata thonë dëgjuam. Shikoj, nuk tha Allahu, than pam, e kuptuam dhe u nështruam. Jo, dëgjuam, mjafton që dëgjuam, e kuptuam kërkesën, çfarë duhet bërë, po nuk e kuptuam deri në fund pse duhet bërë. S'është më rëndësi pse duhet bërë. E kuptoj deri dikun, por jo deri në fund. Ne edhe 10 pika me i përmend, pse agjerojmë? A kena mundësi me shterë pyetëm pse agjerojmë? Ja. Kur? Diçka Allah ka rujt për vetën e tij. Kush e di? Wallahi nuk e di. Kush e di? Çfarë dobi e ka agjerimi që e ka rujt Allah për vetën e tij, më na dhon ditë gjykimit si kënaqësi të shpërblimit pse kemi agjeruar. Nga se edhe kjo pjesë është e këndshme. I bindemi pse besojmë të dhe pse e dojmë, edhe pse nuk e dim. E paramendo kur ta shpalos ditë gjykimit pse ka agjeruar, të shtohet dashnia edhe më tepër. Thoshë Zot, edhe pa këtë kam agjeruar. Paramendo edhe kjo kur bëhet sa këndshëm po ndiem pse kam agjeruar. Dhe kjo është pjesë e kënaqësisë shpirtërore që besimtarët e përjetojnë në xhenet. Që e përjetojnë në takim me Allahun te barekuta. Ai e din, unë nuk e di. Pse janë 5 kohra? Nuk e di unë. Nuk e di. Ai e din, i fali, për shkak se ai e din më mirë sa duhet më u fal. As nuk janë 2, as nuk janë 3, as nuk janë 7, as nuk janë 10, janë 5. Pse në këto kohra të shpërndara? Mund t'japim komente, jo dita, jo nata, jo, mund t'japim disa. Po fundi i përgjithshëm është ai e din, ju nuk din. Edhe kjo realiteti. Nga se mendja jonë përfundon diku e ka një kufi. E pastaj vazhdon dashnia për Zotin dhe bindja se ai din e ne nuk dim. Prandaj agjerojmë për shkak se ai din e ne nuk dim. Dhe praktikisht e dëshmojmë këtë bindje në nështrimin ndaj Allahut në agjerim, edhe pse nuk dim shumë përgjigje lidhe me agjerimin pse ndodh bashkë ashtu. Të nderuar, ka shumë du me përmbyll me 2 pika të fundit. Pse agjerojmë? Në jetën e përditshme ka shumë betejë. Njeriu ballafaqohet me beteja të shumta. Fatkeqësia është se sot në jetën e përditshme shpeshherë jemi pjesë të betejave të panevojshme. Ku shpenzojmë energji, lodhemi, nganjëherë ndoshta fatkeqësisht edhe pozicionohemi gabimisht në beteja për shkak se nuk i njohim betejat tona. Është pyetje e madhe vallahi me vetveten tonë. A jam në anën e duhur të situatës? A jam në anën e duhur të betejës? A jam në anën e duhur të zhvillimeve? A jam në anën e duhur? A jam ku duhet me qenë? A jam i rreshtuar ku duhet? A jam duke marrë në beteja që më përkasin? Apo jam në beteja që nuk më përkasin? Për shembull, sa garimin këtë botë për çështje materiale së bote janë pa kuptimta, zhvillohen përmes betejave të shumta, me zili e inate, urrëtie kështu me radhë. Janë betejat pa kuptimta, të lodhin dhe në fund të dënojnë. E pa kuptim. Prandaj, cila është beteja jonë? Me kë kena na problem? Kush është realisht armiku jonë? Që ne me te do të me luftu? Kush është? Shejtani. Edhe pse fatkeqësisht shejtani të nderuar për shumë njerëz është një krijesë shumë abstrakte, shumë imagjinare,
Madje nga njëre i përkufizuar në ngushtë vetëm në ndikim të kufizuar me ndonjë seher, magji, mësysh, e kështu me radhë, friksim në ëndra, dhe këtu këtë përfundon rrëfimi jonë me shejtanin. Kjo është shumë periferike, kjo është shumë e parëndësishme në raport me atë esencialen, që ai synon me marë për teje. E pranove të betejën me te, apo nuk pranove, ai është luftë me ty. Është lufta e vetme që s'ka paqe. Në dunja bën shumë lufta, në fund bëjnë paqe. Njerëz kanë viktima, kanë vrasje, kanë plagosur, kanë shumë probleme, në fund bëhet një paqe. Ndërsa me shejtanin s'ka paqe. Dhe shejtani të ndërum pranishëm, as nuk e dën teshën tonë, as nuk e dën pasurinë tonë, as nuk e dën shtëpinë tonë, as nuk e dën atë që duket nga e jotja, por dën besimin tonë. Atë me ta marr, e dën zemrën tonë. E dën zemrën tonë. Dhe tenton vazhdimisht me dobësu forcën e zemrës në favor të epshit, që njeriu të dominohet nga epshi e pastaj të menaxhohet nga shejtani. Vallahi kjo është realitet që e ka shpjeguar Allahu në Kur'an sikurse me pa njërin e të vetë. Njëri ka epsh dhe ka zemër që mbushet besim. Epshi ka rol, ndërsa zemra është lideri udhëheci. Në momentin kur ne nuk e suportojmë zemrën, nuk e fuqizojmë zemrën, nuk e pastrojmë zemrën dhe kujdesemi për aspektin epsharak, fuqizohet normal epshi. E kur ai fuqizohet, e dominon zemrën dhe pastaj urdhëron zemrën që t'jap direktiva gjymtyrëve që t'i shërbejnë epshit e jo besimi që është në zemrë. E unë agjeraj për çfarë arsye? Për ta fuqizuar zemrën, për ta fuqizuar pozicionin tëm betej, nga se është një armë e fuqishme që vije si ndihmë e Allahu xhallahu ala, si një suport hynor i fuqishëm që me të godas armikun në çdo betejë. Prandaj të nderuam, nuk është rastësisht e përmendur se kur njëri agjeron ja ngushton qarkullimin shejtanit, apo agjerimi ja ngushton qarkullimin. Madje kur ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët me ardhmën e Ramazanit, i ka përgëzuar ende para Ramazanit. Ju ka ardhur një muaj i bekuar, i ka përgëzuar, i ka uru, në kohë të përgëzimit të shkurtër dhe përmbledhës ka thonë, prangosën shejtant. Domethënë, o besimtar, është shanse juaja, tash me e goditni, tash fuqizoni, tash e dominoni, tash i eliminoni vezveset, cytet e tij dhe gjitha pranga që ju ka lidhur me to, të varësive të caktuara të mëkatit në këtë dunja, që dilni në lirinë e adhurimit ndaj Allahut te bareku teala. Të dilni në lirinë e adhurimit, që ta shpallni lirinë dhe pavarësinë ndaj çdo varësie të kësaj dunjaje materiale. Këtë kërkon Allahu te bareku teala. Prandaj çdo tendencë që të na robnon edhe ushqimi, lëmë diçka tjetër, ne e luftojmë me agjerim për treguar se jemi të lirë e të pavarur edhe në raport me ushqimin, edhe në raport me pijen, edhe me ato që janë të dëmshme. Nëse unë kam forcë me shpall pavarësinë, edhe ndaj gjërave të dobishme që mund të krijoj varësi në raport me to, atëra fuqia jam me shpall pavarësinë në raport me gjëra të dëmshme është halama e fuqishme dhe halama më e madhe. Prandaj unë agjeroj për ta fuqizuar pozicionin tëm në betejën time me shejtanin, për të marrë një armë fuqishme që ta godas, e të shpëtoj nga kthjetrat e cytit e tij dhe gjithë ato që bashkëpunim me të e më thrasin që ti shmangëm urnëve të Allahut, edhe të largojmë nga qëllimi i krijimit, e të bëjmë pjesë e kurthave të tij që njerëz kanë më zhvënë fatkeqësisht mas të madhe. Andaj agjerimi vallahi është një suport i madh hynor, është një armë fuqishme që kush e kupton dhe e realizon si duhet, arrin shumë në këtë betejë, avancon shumë në këtë betejë dhe shmang shumë nga litarët e shejtanit që ka tentuar me lidh me prangos brenda botës së epshit dhe kërkesave materiale. Dhe e fundit të nderuar pranishëm, në kuadër të këtij trajtimi se ka edhe shumë që mund të thonë, është se agjerimi, namazi, besimi, gjitha këto që ne i ka mësuar Allahu xhallahu ala të nderuar, duhet me i kuptu si kujdesi Allah ndaj neve. Si kujdesi Allah ndaj neve. Shikoni të nderuar pranishëm, Allahu xhallahu ala sa bukur është kujdes që gjithçka na të kemi në rregull. Gjitha udhëzimet e besimit, gjitha adhurimet janë të sqaruara në formë më të mirë të mundshme. Më të bukur të mundshme, të kompletuar të mundshme. Gjithë janë sa mirë. Këtë që na mbetet neve çka është? Zbatimi. Para mendoni për shembull
përveç zbatimit ta kishim edhe një detyrë. Cila është ajo? Të plotësojmë udhëzimet. Të plotësojmë udhëzimet. Por ky plotësim mund të jetë i qelluar, mund të i gabuar. E kupton ditë gjykimit. Dhe gjatë tan kohës jenë hamendje, a ja qellova, s'ja qellova. Sa do ishte kjo bare madhe për neve? Një shembull konkret për ta përmbyll këtë pikë edhe me kuptu drejt. Për shembull ta marrim agjërimin. Të gjitha ato që duhet t'i dinë për agjërimin janë të mundshme të dinë. Gjitha. Nuk ka situatë që kalon në për te, qoftë një mashkull, qoftë një femër, një burr, një grua, nuk ka situatë që realisht udhëzimet e agjërimit nuk japin përgjigje, s'ka. Jashtë në vend, nuk ka në vend, është smut, nuk ka smut. Çfarë do situate ka përgjigje? Kur agjeron, kur nuk agjeron? Apo ka përgjigje? Don ti fare nuk e bardh galën e udhëzimeve. Ti e bardh galën e zbatimit të udhëzimeve. Shiko sa na ka kursyer Allahu, sa na ka përgdhel, sa është kujdes për ne. Sikur veç një detaj i udhëzimeve të na lije në kompetencë. Për shembull, gjithë janë të njohura. Për agjërimin këtë dim, veç nuk dim kur më fillu. Nuk dim kur më fillu. Për shembull nuk dim me agim, a me sabah, a me drek. Allahu thot, këtë e kumlon dorën juve. Tash ja qëllani mirë, nuk ja qëllani dënoheni. Sa do të ishte veç këtë detaj më mungu shqetësues për neve. Pa në këtë i dim, veç nuk e dim kur do të me bëj iftar. Këtë nuk e dini. Këtë e kalon Allah në sheft, tash ju kërkojeni tash. Kush e gjen, kërkojeni për shemb. Si kishim e kërku? Sa kishë pagu çmim me ditë, kur në përfunduahu. Agjëron të ditën, je lodh. Ki qef me përfundu si duhet agjërimin. Mos u prishi para kohës. Ky investim shkoj hoq. Mos pes gjati, nuk pes gjati. Kishte me qenë vëllai mundim atë. Allahu të ka kursyer nga ky mundim, mos je gale. Ti kam shpjeguar të gjitha, janë të sigurta. Në bazë të kësaj kimë u marr llogari. Asgjë më tepër as më pak se ajo që kam shpjeguar. Gala e vetme jote, brenga jote vetme është zbatimi i udhëzimeve. Ky kujdes hyjnor për neve. Ndaj neve që ka Allahu te barta. Si duhet në raport me të me ragu? Si duhet me ragu? Me agjërim? Këti ka sfegu, këti ka bogatshëm, veç ka dhënë nga te, veç braktesë ushqimin e pijen, këtë ko, këtë tani jemi rregull. Kaç ka kërku? A është ragim i duhur me agjëru? Padyshim se po valla. Padyshim se po. Dikush këti ka bogati, gjithë i ka përgatit. Veç ka dhënë eja tash ti, edhe majnë i fjalim. Eja ti për shkakun përshëndetit pranishmit, për shkakun. A do të ishte mos mirënjohës, a do të ishte, po mendoj, jo njerëzore, që me shpërfill kujdes në kujt ndaj komplet, që s'pa ku një përshëndetje japësh njerëzat. A këtë ka përmund ata që ti jesh në ballë të publikut. Allahu xhallahu është kujdes për gjitha, për agjërimin, për natyrshmërinë, që të përshtatet, të ka kriju ty që ti përshtatesh agjërimit. E ka rregulluar agjërimin që ti përshtatet trupit ton. Këtë e rregulluar. Ti s'ki kur që me mua në këtë çështje. Ti veç ki me reagu që duhet në raport me këtë kujdes, ajo është me agjëru. E pse mos me reagu për me agjërim? E pse mos me reagu me namaz për shembull? Shikoni për shembull formën e namazit. Rrim kom, bëjmë ruku, shkojmë sejdë e kështu me radhë. Të gjitha veprimet e namazit të ndërun pranishëm janë përputhje me konstruktin fizik njeriu. Gjeje për shembull një krijes tjetër që forma e namazit i përshtatet konstruktit fizik. Dhun shumë po, ju natyrë shumë po, po natyrë shumë si njerit, si përshtatet askujt. Allah është për kujdes që namazit jetë në përputhje me konstruktin të fizik, që gjithë shka të bëhet, e ti mos me ndi dhimbje, mos e pas mundim. Ka shi këti kujdesi, dhe ka shi ati premtimit me përshëllim, reagimi të zhveq, ti rish gatin kohë caktuar me disa recate dhe mori fund. A nuk është sinqerisht, do më thonë, e tërshme që mos reagujmë me kaq pak vepër, me kaq pak mund dhe me kaq pak lodhje? Prandaj Allah është për kujdes për gjitha. Dhe për një ditë agjëruar t'jap shumë shpërblim, e të garanton mirësi, e mirëqenje, rahatije, falje, krejt t'jap, veç këtë ditë krye që është duhet. Në raport me këtë kujdes, si du të me reagu? Me agjëruar. Agjëru, unë reagoj me agjërim për shkak se në raport me këtë kujdes nuk ka mundësi të këtë reagim tjetër, pa mundshme është. Mirësia e Allahut nuk lën të reagim, përveç reagimin e nështrimit dhe reagimin e adhurimit. Ne reagojmë me adhurim dhe me nështrim për shkak se ai është kujdes për gjitha. Neve na ka mbet veç ti parulemi
edhe në përule ka për neve kënaqësi dhe ka nder dhe ka përmbushje mbi gjitha, e lërë më që ka edhe shpërblim dhe Allah është i kënaqur me neve. Prandaj, gjitha këto që i përmendet të ndërruan pranishëm, duhet të kemi parasysh atë agjërimin. Edhe te çështja e funksionimit të besimit, edhe te çështja e fuqizimit të përkatësisë, edhe te dëshmia se Allahu din e ne nuk dim, edhe te fuqizimi i pozicionit në betejë dhe armatimit të dur për t'ia dalë në luftë me armikun e përbetuar e të vazhdueshëm, dhe agjërimi vjen si një reagim i natyrshëm, normal, i arsyeshëm në raport me kujdesin e Allahut për neve, në raport me dispozitat dhe rregullat që kanë të bëjnë me agjërimin. E gjitha këto e shumë të tjera realisht e arsyetojnë skajshmërisht dhe bëjnë të këndshëm të lehtë për neve agjërimin. Dhe është Allah që të kemi agjërim të lehtë, të këndshëm, e ne duke qenë rahat e mirë në familjet tona, shoqërinë tonë. Allahu e pranon të adhurimin, Allahu na i shtof mirësitë e begatit, na i fal mëkatet, e na mëson që besimi jonë të jetë funksional jo vetëm në agjërim, po në raport me të gjitha thirrjet që Allahu na ka thirrë te bareku teala. Që të kemi një përkatësi me të vërtetë të qartë, kënaqëre në raport me të qenit robi Allahut xhallahu te. Allah na mëson që të jemi të fuqishëm në raport me shejtanin dhe të jemi gjithmonë në betejat e duhura, e mos të shpenzojmë energji e mund e lodhje në betejat të humbura, të huqura, e që në fund edhe dëshpërohemi për pjesëmarrjen ato beteja dhe për kalim kohën ato. Dhe Allah na mëson që të kalojmë në Ramazan të mbushur me solidaritet, bamirësi, bujari e punë të mira, e qofshin të falur nga Allahu të shpëlyer, dhe qoftë Allah i kënaqur me neve. Zoti ju shpërblet për vëmendjen, për mundësinë, dhe u takofshim gjithë me takime të mira dhe organizime të duhura. Faleminderit shumë. Selam aleikum wa rahmatullah.